informacionet më të fundit, duke u ndalur në këto momente tek një operacion i policisë i koduar Strike Bet, i cili synonte pikërisht goditjen e lojrave të palishme të fatit. Më shumë detaje na jep Sido Barka, i cili na bashkohet me mëngjesin e sotëm. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjes Brigena dhe Flori, në fakt ka qenë një operacion i ditës së djeshme zhvilluar nga krimi kibernetik i policisë së Tiranës në bashkëpunim dhe me krimin ekonomik, operacione në fakt të cilët janë vjushmëria, le të themi, për goditjen e palishmërisë sa i takon ushtrimit të lojrave të fatit, ku janë arrestuar 2 persona, konkretisht pronari i lokalit si dhe kamarieri, në një zonë, në një lokal pra në Kashar, ku të paktën policia dyshon se për një farë kohe këta ushtronin në mënyrë të jashtëligjshme dhe vendosjen e basteve online, të cilët janë të ndaluara me ligj, kujtojmë që në vitin 2019. Duke të paktën referuar dhe statistikave, ajo që nisi si një operacion i gjerë kundër lojrave të fatit dhe jo vetëm ndaj basteve sportive, të cilët në fakt u mbyllën disa kohë më pas, por të paktën në mandatin e parë të qeverisë Rama nisi dhe me operacioni i madh, le të themi, fundi i marrëzisë, por duke që marrëzia nuk ka fund sa i takon zhvillimit të lojrave të fatit. Për 10 mujorin për 10 muajt e 2025 janë evidentuar dhe goditur 263 raste, ku me autor 452 persona, nga të cilët janë arrestuar 141 persona dhe 287 të tjerë janë në gjendje të lirë, ndërkohë 24 të tjerë janë në kërkim. Këto janë shifrat që i takon nga janari deri në shtator të vitit 2025 në operacionet që janë zhvilluar në të gjithë vendin. Nëse i krahasojmë këto me vitin 2024, pra për të njëjtën periudhë nga data 1 janar deri me datën 30 shtator të vitit 2024, situata ka qenë paksa më shqetësuese me 323 raste, pra disa raste më shumë se sa viti 2025, me 614 autor, ku në pranga kanë përfunduar 315, të tjerë kanë qenë në gjendje të lirë, ndërkohë 16 persona u shpallën në kërkim. E qartë. Sido, faleminderit shumë për të gjitha detajet që përsollen nga ky operacion. Faleminderit Sido.